ndarshme, moshën 3-4, janë duke krijuar lidhjet emocionale. Domethënë lidhjet emocionale me familjarët, lidhjet e socializimit me shokët dhe shoqet në këmbë, dhe kjo automatikisht ndikon në zbehjen apo zhdukjen e asoj rrugë emocionale të lidhjes që ata e kanë nisur më herët. Po çka është më e rëndësishme? Këta fëmijë do të rriten dhe këto përvoja të papërpunuara do t'i shoqërojnë ata gjatë gjithë kohës. Si për shembull që mund të kemi edhe një përvojë aktuale me fatkeqësitë natyrore apo fizike apo luftrave që na kanë ndodhur para rreth 20 apo 25 viteve, është shumë e rëndësishme që të trajtohen direkt prej kësaj faze. Është një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm që vlen me u cek te kategoritë të cilat prekën shumë janë kategoria e grave. Përpas rregullimit emocional që ato tentojnë me bë gjatë gjithë kohës për veten, për fëmijët dhe për personat të cilët po dalin edhe po ballafaqohen me fatkeqësinë, ata gjatë kësaj faze rrezikojnë të kalojnë në një burnout emocional, pasi që është një barrë shumë e madhe mbi të gjitha barrat emocionale të tjera që i ka nga përditshmëria, plus i shtojnë faktin edhe të një fatkeqësie natyrore, atëherë është një ndër kategoritë më të rrezikuara me të cilën duhet të punohet në aspektin psikopatologjik edhe në aspektin psikoterapeutik. Çfarë ndikon apo si ndikon në kuptimin e familjes, kur një familje humbet, po themi, pronën, kulmin mbi kokë, gjërat materiale janë baza në një farë forme, se pa to në fund të ditës është e vështirë edhe të jetohet. Është pikërisht ajo që i ceka më herët, ankthi kronik, ndjenja e pasigurisë, ndjenja se çka do të bëj tash, ndjenja e vetbesimit ose e vetkënaqësisë, gjetjes së vetkënaqësisë në botën ose në jetën aktuale, ndjenja e mungesës së strehimit dhe ndjenja e mospërkatësisë në komunitet. Se mandej fillojnë edhe krahasimet, për shembull, mes gjërave që kanë ndodhur në sasi më të vogla ose gjërave që kanë ndodhur në sasi më të lartë, dhe ata fillojnë të ndjehen në pikpyetje shumë të madhe sa i përket jetës së tyre dhe mënyrës se si do ta riorganizojnë jetën e tyre pas kësaj faze. Po. Duhet patjetër të përmendim ata solidarët, ata që bëjnë të pamundurën në kësaj lloj situatash, jo vetëm forcat e sigurisë, shumë vullnetar, shumë biznese kanë hapur dyert që të ndihmojnë ata në nevojë. Pikërisht njëra ndër gjërat që më të mira, më të shëndetshme që e karakterizon popullin tonë është pikërisht ky solidaritet që e ceki edhe ti, dhe kjo është padyshim një ndihmës shumë e madhe edhe në aspektin ndor, sepse përgjithësisht që selektohen gjithmonë janë më të lehta. Domethënë edhe e lehtëson sadopak, po ajo ndjenja e mospërkatësisë që krijohet gjatë fazës kur po ndodh fatkeqësia, fillon zbutet dhe kalon dalgadal në ndjenjë të përkatësisë kur ke me kanë nda, që është shumë e rëndësishme në mirë funksionimin mendor të individëve të cilët po janë të ballafaquar direkt me situatën. Tani e diskutuam këtë humbjen e pasurisë, po themi humbjen prekshme, patundshmërisë në përgjithësi. Çfarë ndodh me personat të cilët po themi humbin gjëra të tjera? Mund të humbin punën. Kemi plot bashkëdhetarë të cilët janë brenda vendit dhe nuk po munden po themi të udhtojnë, po ka të tillë të cilët kanë pasur të fluturojnë qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë dhe s'kan arrit që të kthehen, por janë neglizhuar nga kompanitë ajrore dhe janë lënë nëpër aeroporte të vetëm pa ndihmën e askujt. Në fakt kemi pasur edhe raste ku njëra nga aviokompanitë i ka lënë udhëtarët në një qytet krejt tjetër dhe nuk ka marrë as pak përgjegjësi. Janë pikërisht ato momente që njeriu fillon edhe pyet veten se çka ka me bëu tash, se çka ka me bëu tutje. Në këtë rast është shumë e rëndësishme që të kërkohet përpunimi mendor i informacionit ose i bazës psikologjike emocionale me të cilën ata janë duke u ballafaquar, në mënyrë që ajo tutje mos të na kaloj në përvoja të traumatike me të cilat kërkojnë intervenim shumë më të shumëfishtë dhe shumë më të gjerë në aspektin e trajtimit. Është shumë e rëndësishme që përpos domethënë aspekteve negative që janë në fatkeqësitë natyrore, individët të tentojnë të i shtelektojnë përgjithësitë me të tjerët, të i shprehin përgjithësitë me të tjerët ose sfida që po kalojnë me të tjerët dhe të shohin anët pozitive dhe veprimet pozitive që ata mund t'i marrin tutje për të kalim ndaj kësaj faze. Është situatë e vështirë për këtë, është situatë që askush nuk arrin, nuk dëshiron me zgjidh, edhe nuk dëshiron tutje që me përjetu. Kështu që kërkohet solidaritet përpas në aspektin e ndihmës që i cekit i më herët, që është një aspekt pozitiv, në këtë rast kërkohet solidaritet edhe në aspektin e mirëkuptimit të
punëdhënësve apo faktorëve të ndryshëm me të cilët ne ballafaqohemi në jetën tonë të përditshme, sepse kjo është diçka që na ka prekur ketëve. Dikujt më shumë, dikujt më pak, por megjithatë është pjesë e jonja dhe nëse aktualisht nuk na ka prekur kjo shumë, na ka prekur një përvojë tjetër më herët. Andaj duhet ta bëjmë lidhshmërinë dhe ta krijojmë mirëkuptimin e nevojshëm. Po në këtë pjesën kur neglizhohen po themi apo nuk merret përgjegjësia nga një biznes i caktuar, nuk intereson fare situatën në të cilën ndodhet po themi